unë kudo që shkoj nëpër qendra, edhe qytete të tjerë, kam shumë dëshirë të vizitoj muzeumet. Çdo qendër është e mirë që ta ketë një muzeum. Çdo vend, çdo qytet, çdo qytetës. Edhe i fshat, pse jo. Tu, kur kam marrë në aktivitet, kam pa një nga muzet e thjeshta etnografik, të kështu dhe do shkim ta shohim pak se kam dhënë Alderinin këtu. Ku do të pak këtu Alderin? Kam dëshirë që unë t'i nis gjërat, është administratori Alderin Shpani, dhe kam dëshirë t'i nis me muze. Pastaj do të flasish pak për qytetin, mirë, po ta nisim ke muzeu këtu. Okej, futemi brenda? Hajde. Pra ky është një muze i thjeshtë Oda Burrave, kush e ka ndërtuar këtë? Kjo godina është godina e bashkisë dhe objektet që janë këtu janë dhuratë nga gjithë zona. Kryesisht pjesa më e madhe objektet të mia. Janë tuja? Po, personalisht. Ja, nga shtëpia. Ke pas kullën? Kullën në Bashkullin e Shtresë. Bashkullin e Shtresë, është kulla juaj atje. A është kulla në kam? Jo, nuk ekziston kulla sepse kemi bërë disa punime dhe e kemi shem. Po. Pa të shem dhe koha, pa të bërë vetën tërmetet e amortizimi dhe është shemur. Vërtetërisht vetë tani e kemi pastruar vendin dhe nuk. Okej, po, pas e bëj gjë shumë mirë që ti i ke sjell. Edhe unë mendoj gjithmonë, ju kam thënë shpeshherë nëpër vende, që duhet i sjell nëpër muze publike. Ashtu, këtu jemi tani me Odën e Burrave. Tani Odën e Burrave kam klasifikuar si turp që kryesisht to janë gjëra të vjetra. Edhe kam klasifikuar që përpara burrat rrishin vesh e gratë vesh. Ke vu edhe gratë. Ajo është pjesa e grave, kjo është pjesa e burrave. Më duket interesante ajo helmeta atje. Çfarë është kjo? Helmet gjermane. Helmet shqiptar, ja. Se di që ka pas helmet gjermane, ja, shqiptar. Okej. Kjo që ka shumë e vjetë edhe kjo. Shpat e improvizuar. Okej, kjo është improvizuar, okej. Këto janë grahane. Po, grahane i kanë parasysh, gjëra kështu. Edhe këtu shqiopingat e vjetra fare. Ja, shqiopinga shumë e bukur. Himbe, se to trit sot nuk din çfarë kemi ne kemi jesë me pinga aty. Ti jo, po unë. Nëse ti je djaliriti, ja vëllai. Këto janë Sofian italian. Edhe këto Sofiane italian, pa Sofiane dhe kur kush kishte një palë Sofiane, ishte një mrekulli asaj kohe. Ishte krosh. Shumë bukur. Edhe gjupin e këto, okej, mrekulli. Ajo vorba aty, ka qenë tek shtëpia vjetër tek kulla që tek kulla atje sipër. Pra vorba, e dikush, ajo vorbë duhet të qenë për 60 veta. Koha. Kam pas ditë tjetër më të madhe, tjetër aksidentalisht më shtyje. Është shtyje. Okej. Po shumë bukur. Bravo, me këto element është një mrekulli që t'japish kjo është push bukur. Push huta, po huta. Huta të shkurta kjo, jo huta të huta shkurtë. Mushja bëhet nga gryka. Po. Edhe ndezja bëhet. Edhe ndezja këtu. Ka pas dhe pjesën e konakut, po koha ka bot vetën. Është shumë bukur që e keni ruajtur. Okej, se s'morri shumë këtu, të shohim pak edhe këtu. Dhe këtu pas ke disa artefakte, sofra këtu. Sofra, shishonja ku bolira ujtë. Po pra, shikta, me të luftë e është shumë e bukur. Kjo që ka qenë bërë? E është për pjesën e mashtave, ata me kapë. Po, me kapë, gjithë në shumë bërë rendivit të edhe, e që është këj burë? është burë bakë, është burë në spas. As i burë, e ke marë spash, as një nuk ndodhet në as një muzet për ditës, zero fare, hiq. Ja, shik këto, tu tani kemi bërë rinë lura, kemi të përshërën në bletës primitive. Kjo këtu. Se kujtimi që ata filmu, ka 150 veta, është një arbletar të mirë që ka Shqipëria Veriut. Kjo është djep i zonës Mirditës, me kendi. Bravo, shumë. Ajo është bazit, kjo pjesa madhe. Shumë bukur. Djep i qembrit vetë. Ja, prit, cilja është djep i qembrit? Ajo, djep i qembrit vetë. Kjo këtu, shive, ja ku është prit Alderini, shive. Sa e bukur. Isha kujtime shka? Prandaj shiko, shumë sinqerisht, ja them dhe unë me këtë rast, nga që po bëhet muzeu i Mirditës, edhe nishi shembullin e Alderit. Ishi shembullin e tij që ka marrë artefaktet, objektet vjetra tek kulla dhe I ka sjellë këtu për t'i bërë pjesë publike. Pra një muzeu, mini muzeu I vogël, edhe është shumë interesant. Ajo kullira aty është, domethënë, e familjes time. E familjes tane, ajo. Ka qenë te kulla këtu në Ulës, nga këtu ka shku në patin ka një gati 60 vjet, nga patini kam sjellë prapë dhe rrugë. Shëqaj së i shka, janë shumë interesant.